Selam aleikum, na ka ardhur një pyetje domethënë prej një vllavit. Ja ban sa ta mush me vet hoxhën për këto nete fundit që i kemi tash në Ramazan. Prindërit nuk i kam gjallë. Nëse lutem për to çfarë do bie kanë ato. Çe hoxha ku kanë? A shena vet na hoxha. Hajde inshallah. Hajde ta vet na hoxha. Hajde. Prindërit nuk i kam gjallë. Nëse lutem për to çfarë do bie kanë ato. Çdo gjë që e bën besimtari për prindët e vet, qoftë vepër e vetja ose vepër me niyet për prindët e vet, i shkon në automatikisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibn Adam, inqata amalu illa min thalath", kujdes njeriu i ndërpiten veprat e tij përveç treve. Për të thotë waladun salih yad'u lahu dhe evladi i khejrit që lutet për të. Kjo hadith, kjo pjesë e hadithit ka dy kuptime. E para, do thonë çdo dua që e bën evladi për babën e vet, i shkon babës vet. E dyta është që njeriu që kujdeset për prindërit e vet që kanë vdekur është njeriu i mirë, është fëmijë i mirë. Pra shkak të mëron, duaja është e sigurt. Edhe sadaka që bën për namazin që bën për Kur'anin që lexon për vete, se vop marrin atë automatikisht atë janë sebeb i ekstremit. Po duaja është gjëja më e madhe që do të bëjë besimtari për prindërit e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dalin besimtarët për Allahu dhe të shohin domosdoshmë shpërblimet e veta, do thotë besimtari o Zot, që këto janë të mia, pika. Do të janë nga lutja për falje që ka bëu evladi për ty. Që dua domosdoshmë sigurisht besimtari kanë 10 ditë fundit nuk duhet më dhënë mazore, po dua për vete, ne këtu për prindërit e vet, pastaj për vete familjen e vet e kështu me radhë. Amin, Allah ju inshallah.